Mirëmëngjesi, ju përshëndesim nga kuzhina e Rezedielli. Mirëmëngjes të dyjave. Kemi recetave sot të shijshme, kemi biseda gjithashtu ato që nuk arritëm dot që ti transmetonim ditën e djeshme për shkak të zhvillimeve të politikës. Kështu që shpresojmë që sot të kalojmë bukur së bashku në këto 2 orë të drejtë për drejta për ju. E nisim me të parën me recetën tonë, ta prezantojmë fillim. Te Tropojës. Shkojmë në Tropojë sot me recetat tona. I fusë me një përshëndetje shumë të ngrohtë, shumë të zjarrt. Të gjitha anvisave të Tropojës. Dhe jo vetëm. Dhe jo vetëm, patjetër. Gjitha anvisave që janë pjesë e hapësirës tonë të gatimit. Së pari lexojmë produktet dhe më pas sot kemi mundësi dhe kohë, e kemi llogaritur minutazhin e çdo recete që të na ngelet pak kohë për të komunikuar dhe me ju apo jo. Gjatë rrugës dhe gjatë... Ti e di. Unë e dim të dyja. Si ishte kjo? Leshenik. Pa. Dhe gocat. Gocat tona. Gocat tona do ta kërcejnë vallën e Tropojës. Telefonojnë dhe ta tregojnë rreth kësaj recete, historikut të kësaj recete, si ato e gatuajnë dhe përgatisin në shtëpi. 3 gota miell misri, duhet miell misri I imët, 1 gotë kos ose hir, 1 gotë qumësht, 1 gotë ujë të vakët, 3 vezë, 100 gram gjalp ose vaj ulliri plus gjalp, 200 gram djath I bardhë I thërmuar dhe 1 majluge sot buke, sigurisht pak krip për t'i rregulluar shijen. Këto janë përbërësit, I kemi përbërësit në tryez, kemi mielin e imët, kemi zgjedhur atë të ballokumeve nga Ola, 1 gotë kos, djathin e bardhë dhe qumështin lufra bashkë gjalpin, gjithmonë një përzierje me vajin. Dhe ja të kemi. Që të dija që Tropoja edhe Shqipëria e mesme të kishin një gjë të përbashkët, pse jo? Vllai do vdisë se do thosha jo. Ka tradita të tjera Tropoja, po që ka një gjë që gjalpin në tepsi, në tavë, si të doni ju, duhet të vendoset në furrë ky gatim një herë. Po. Pra, tava duhet të vendoset në furrë. Ja. E tillë. Kaq. Në furrë të parangrohur direkt. Pra është soi. Masa tjetër që duhet të shtohet aty, duhet ta gjej të ngrohtë vendin. Shtoj. Vezët. 3 vezë. Kemi përzgjedhur këto të kuqet nga Ovital, duke ish përbër ato dhe duke shtuar produktet e bulmetit, kos, qumësht, djath, e pas mielin e imët. Leqeniku I Tropojës në furrë. Keni dëgjuar apo jo për këtë recet? Na tregoni pak eksperiencën tuaj dhe numrin do të shfaqet në ekran për t'ju dhënë hapësirën dhe mundësinë juve të gjithave të telefononi. Dhe jo vetëm, edhe anvisat cilat duan të rrëfej rreth eksperiencave të tyre të sotme apo të traditave të tyre të tabanit, recetat të gjysheve, të nënave, të cilat her pas here na sillin atë nostalgjinë dhe atë shijen e traditës. Krip edhe sot. Të dyja bashk. Dhe falenderoj gjithmonë mendje artën, dhuratën, sepse gjithmonë në faqen e saj unë inspirohem. Janë gatimet autentike të gjithë trevave të Shqipërisë. Atëherë, vezët I kam rrahur patjetër. Studiuese e palodhur e tabanit të traditës shqiptare në fushën e gastronomisë. E kuzhinës tonë, shtuam edhe qumshtin. Masën e qumshtit. Largoj. Ja I lë këtu. Kosin. Ne duhet të jetë kos I thartë, me hir ose pa hir, ose pa hir fare, mund të vendoset kosën, dhallin, si të dëshironi ju. Me hir apo pa hir? Me hirën? Apo pa hirë. Kjo është loj fjallës. Për një ë. Ndryshon kontesti fjallës. Mik bët
Ik. Fjala der bëhet er. Pse kështu, moj Albana? Dhe shtëpia ngel pa derë. Unë tha se shtëpia ngret pa Albana. Nuk shkon të rima. Për Albanën bëjmë diçka Albana Tirana. Atëherë tjetër me rim. Jap një përzierje shumë të mirë që të jetë e një trajshme dhe shtoj pakës fare ujë. Në që osur i kam shuar më të përkos, ujë, dhallë, si të dëshironi ju, ariania, si të dëshironi ju, filloj dhe të shtoj mjellin. Ja këtu. Sa kollajt është, shumë e kollajt. Ka dy mënyra leqeniku, ose e marim dhe e zijem në ujë të nxehtë, dhe fillojmë mjellin, po, e kalojmë si brum, ose e kundërta kjo që ne e kalojmë në furrë. Mjellin, normalisht kemi mjellin e misrit, kemi 3 llojet e olës, kemi të verdhin, të bardhin dhe të ballokumeve. Duhet që t'japit atë ngjyrën e duhur mjell misri i verdh. Shtoj dhe pjesën tjetër, pra 3 gota diku. Një përzierje shumë të mirë. Është nxehur mjaftueshëm. Shumë mirë. Tepsia bashkë me gjalpin që i shtuam ne, ai është pjekur aty, ka lëshuar këtë aromën karakteristike. Dhe bëhemi gati që masën e brumit ta shtojmë këtu. Pakos vaj fare. Është aty ku duhet, edhe në sasi, po edhe tek trajta e brumit. Të zërë vënd në tepsi. Si që është në këtë nxehtësi për sëri. U dogje? Direkt salc. Kemi salc. Salc domate. Si më the u dogje, po u dogje. Salc domate. Di se jam djegur shis jam bërë. Gjithë njolla, gjithë ande. Nga instiktet këshu e arojnë. Filloj. Unë së kuptoj që u dojgje, thash kjo bëri në një lëvizje kështu. Gjithsesi, në këto djegjet e shpejta, na kanë mësuar gjyshet që vendoset salc domateje, past dhëmbësh, qa di tjetër ti kur që të mos ngelet shenjë. Këto që i dhja i the vetë. Këto i dhja dhe ti. Krip. Djathin këtu, op. Edhe direkte në furrë, furrën s'kam nevojë ta parangroj, se është e parangrohur. Kujdes që të laj dhe i pak duar tu. Kështu përfundon receta e traditës së tropojës, leqenik i tropojës në furrë. Shojmë dhe njerës së bashku produktet që na u deshëm për përgatitjen e saj, ne do ta vendosim direkt në furrë. 3 gota miell misri i imët, 1 gotë kos ose hir, 1 gotë qumësht, 1 gotë ujë të vakët. 3 vezë, 100 gram gjalp, ose vaj ulliri plus gjalp, 200 gram djath i bardh i thërmuar, 1 maj luge, sod buke dhe pak krip. Urdhëro dhe fillojmë, jam një qik nga Dragobia, hiem kasët qiftelia, vetë e thura me drumali, mu në shpel në Bac Bajramit. E këndon të dikur, Fatime Sokoli. Ja pa, duam nga Tropoja, ja. Urdhëro, ha. Prap me, po, nga që ish prezentuam edhe dje, që nuk arritëm do të përfundonim recetën. Ma erdi dhe sot recetë, ma bëm prap. Ka njërës që i ka shumë qef korminat, kështu që ne lexuam dje, nuk arritëm do të përfundonim. Kështu ato gatuen mirë dhe am vista të japin një shije të këndshme, të shishme këti produkti. Gjithmonë e kemi gatuar për shembull të kombinuar me të brëndshme të tjera ndonjë tavë, ose magjerica, ose në tavë balte. Këso do të asillim thjesht me salatën jeshile, sidomos që është ajo salata iceberg, është me e dura, sepse nuk i bjen volumi dhe me qepët e njoma. Unë nuk kam as qepët e njoma, kam atë tradicionalen që du, e me që e duam nesh, kur të sapi. Jo të gjithë, por faktikisht qarë është brezim, e duan. Më poshtë pasaj mban erë.
Prandaj kemi uthullën, prandaj janë edhe hudhra, dafina, për të ekuilibruar aromat. Është gjithmonë blanshirimi ujë nxehtë, ujë ftohtë. Ujë nxehtë, ujë ftohtë dhe pastrohet, bëhet borë. Shumë më mirë se sa gëlqerja. Patjetër me thik ose me duar, që gjithë ajo pjesa e plëncit të pastrohet derisa bëhet e bardhë qelibar. Duke kaluar në 2-3 zjerje. E nxehtë, e ftohtë dhe kemi atë dushin skocez. Jahni me plëndës, për ambisat që janë të vëmendshme dhe na kanë ndjekur dhe dje, ne nisëm pak, treguam edhe këtë procesin e larjes dhe pastrimit të plëndësit, se me çfarë e kombinojmë, po ja lexoj edhe një herë recetën për ditën e sotme, patjetër që duhet 1 kilogram ose një masë e caktuar e plëndësit të viçit, 1 filxhan kafeje, vaj, ulliri, 1 lug gjalp, 1 kokër qep mesatare, 1 lug miell, 1 lug salc, 1 gjethe dafin, 2-3 lug uthull, disa thelpinj hudhër, majdanoz i freskët, pak piper i kuq dhe krip dhe piper i zi. Pra plëndësin do të gatuajmë sot në formën e jahnis. Opa, e kalojmë këtu. Kam thelpit e hudrës. Unë kam diku të 3 thelpi hudra. Që të kem të kryoj atë pjesën e salsës që i shtohet sipër. Do të shtoj. Kam që di që kam vendosur një hudhër, një thelpi hudhër bashkë me uthullën. Bashkë me fëmijët ndihem unë i gëzuar. Sepse me hudhër nuk më të ndihem e gëzuar. Bëj një përzierje shumë të mirë. Nuk ka më mirë se fermentimi i hudhrës, do thoj za, sepse është një ditë, nuk është me uthullën. Pakës vaj këtu. Ta kaloj. Pakës piper. Dhe e lë këtë marinat tek qepa. Pra hudhra, uthull dhe piper. Ta shtojmë plëndësit në fund, ta heq pak piperin. Salsën. Pra unë e kam kaluar qepën. Imët fare. Shumë imët edhe jo në skuqje të paktën. Derisa të ke mundësin e tretjes. Salsa duhet tjetë e koncentruar që të japi atë ngjyrën e duhur. Do të shtoj pjesën e plëncave që unë do t'i lëm të marrin një val, edhe derisa të ndodh ky proces, pra t'i marrim me kohën e duhur këtij gatimit, ja marrim kohën e duhur, shtojmë edhe dafinën se përmirëson edhe shijen. Majdanozin thashun, ajde. Majdanoz kemi në fund, ndoshta mund ta freskojmë po të duam. E lëm të marrë një val dhe ne do të shkëputemi për mesazhin promocional të Prostatol dhe do të rikthehemi për vazhdimin e recetës së jahnis me plëndës. Mirë se erdhët, vazhdojmë me realizimin e recetës së jahnis me plëndës, duke u bazuar tek momentet e para të përgatitjes të hapat e parë që u shpjeguam, po për anvisat që sapo ju bashkuan ekranit ton, teksa ishim duke përgatitur përbërësit e recetës tjetër, treguam 2 proceset e para. Pra, kaurdisja e qepës, shtimi i salcës së koncentruar, dhe më pas i plëndësit, i cili ka një punë më të thelluar paraprake, i zjerjes në 2-3 fazat të tij, dhe më pas kalimit në këtë masë kremoze ndoshta, që është bërë për shkak të qepës. Ende ka punë, sepse... Unë e kam të zjerë, plëndësi normalisht edhe është i zjerë... Po, është gjysma e punës zjerja. Mbas zjerjes e kam prerë. Shtoj gjalpin.
E kam larguar nga nxehtësia, në shikoni që çik piper se jep atë aromë kaloj sërish karakteristike. mielin. Nuk më duhet ta kaloj në proces termik fare. Jep me pjekje. Pra, një 2 lugë miell i bën atë trashjen e lëngut dhe e lidh më mirë masën. Derisa. Zjen. Ose mielin me vaj. Por në qoftë unë do të shtoj shumë pak vaj që të bëj tretje me vaj, sepse më del me shumë. Derisa të shpërbëj të gjithë masën e miellit. Ja, në shoh që kam edhe një 2, po të vë syze do dalin 4. Ja, se mirë është. Ja. Në ujë të ftohtë është më Ja. kollaj për ta tretur. Shtoj. Nuk është paçe, është jahni. Paçe e kërkon të hollë lëngun. Tani që u shtuam pjesa dërmuese e produkteve, në fund shija konfigurohet, po e flasim shumë me gjumë më shkencore, se është plëndës. Konfigurohet si buljoni. T'ja shtojmë dhe uthullën dhe hudhrën, që të marrë atë shijen e plëndësit. Po, piperi. E piperit. Sërisht. Të lëmë të zjej pak. E lëm të zjej, si kurse, sërish ndroj vëndet, sepse nuk më duan që të kenë. Po. Dhe paka shumë kështu përgatitet përfundon receta e plëndësit, jahni me plëndës, një përsëritje do t'i doja tani regjis për produktet që përgatitëm. Dhe më pas ju presim që të telefononi në numrin që shihni në ekran, ju si e përgatisni plëndësin nga zonat tuaja, na telefononi dhe po ashtu edhe leqenikun e tropojës. 1 kilogram plëndës. Jahni, plëndës jahni, jo paçe. Ka ndryshim, është jahni me plëndës. E ngatrojmë paksa. Po. Që ta sqarojmë këtë pjesën. Kemi përgatitur jahni, jo paçe me plëndës. Është tjetër gatim ai dhe duket edhe nga trajta që fundon ndryshe. Plëndës viçi, vaj ulliri, gjalp, qep, miell, salcë, dafin, uthull, hudhra, majdanozi freskët, piper i kuq, krip, piper i zi. Kam përbërësit e jahnis me plëndës. Sigurisht që ka forma dhe mënyra dhe kombinime, ajo që është e përbashkët, është ajo shija fundimtare traditës tonë me uthullën dhe hudhra, sepse këto janë 2 përbërësit që nuk i largojmë dot nga kjo recetë. Piperin, në gjalp. Pa tjetër që kam një garush dhe këtu. Piperin në gjalp të djegur du ta kesh aty të këqoshja, sepse do pakuj këtu jo, në lëngun e vetë. Tani duket shumë e mire lidhur. Besoj që edhe për ata që ndoshta nuk kanë ndonjë marrëdhënie të mirë me këtë pjesë të baktive për ta konsumuar, do pajtohen. Jo. Tash, mosha ime që i përket 55-50 e sipër, kemi dhe uthullën në fund, kur të marrë një valë. E duan. Atëherë, lutem një pjatë. Dhe e kalojmë në pjatë, sepse plëndësin, si që thamë, e kishim parazierë. Kështu që bëjmë servirjen e recetës, e lëmë të përfunduar,
përpara se të kalojmë tek pjesa tjetër. Të pjesën e hudhrës, uthullës edhe piperit të zi, ja shtojmë pjatë më pjatë. Pra kjo është dresingu. Po të duam, e vendosim në fund fare në... Ka njerëz që në mëngjes e konsumojnë, mund të konsumojnë në drekë, mund të konsumojnë në darkë. Në mëngjes, po, drejt. Pacja konsumohet në mëngjes, faktikisht nuk konsumohet... Po, ashtu dhe jahnia që gatuam ne. Se janë afër një procesi gatimi, janë të ngjashme. Marrë të gjërat e tjera, apo do vazhdojmë me recetën po, direkt? Po, bëjmë pushim, se mund pime edhe një kafe, kemi disa minuta pushim. Tu më qëndro të kafe, pastaj merremi i marrim me Terezim. Kafe nëse vdiqa! I presim edhe anvisat, unë po bëj një krema gusto të lavacës dhe ju presim pas reklamave. Këtu do jemi. Mirë se erdhët në pjesën e fundit të hapësirës tonë të gatimit. Ne jemi gjithmonë në luftë e sipër, jo përgatisim diçka, jo pastrojmë diçka tjetër. Dhe në momentin e fundit kemi gati. Në momentin e fundit. Dhe të bërë një filmim në publicitet, të tregohet vrulli punës. Mos hap, ora shorska. Mirë, do kalojmë tek receta e tretë. Për anvisat që sapo ju bashkuan ekranit tonë dhe i ftojmë të gjitha të na ndjekin edhe të na telefonojnë, ju të gjithave që jeni përpara reportit, përpara ekranit tonë. Kemi përgatitur 2 recetat të vjetra tradicionale, leqenikun e tropojës dhe plëndësin e të gjithëve. Jahni me plëndës, që kemi plëndësin e të gjithëve. Të gjithë e gatuajnë. Se gjithë cili ka plëndësin me vete. Ne e kemi bërë gatimin të përgjithshëm, që kush ka qef... Pra plëndësit e gjithëve, për shka pa dhe leqenikun, prit. është pjekur, është kulluar, dhe të shojmë se ku do ndalemi tek receta tjetër. Duket se janë ca pjetua. Ja, këtu. Opa! Shumë bukur. Të dyja recetat shkojnë me njëra tjetër, kombinohen mirë në tryez, me djathin sipër, me këtë brumin që ka marrë këtë ngjyrën e bukur edhe është fryrë nga prania sodës dhe vezës sigurisht, po i lëmë që të kullojnë, të ftohen edhe ti tregojmë pastaj në për recetat tona të rrjeteve sociale me fotot e bukura. Dhe po ashtu gatimet sigurisht edhe në kanalin tonë në YouTube, në Reze Dielli, mos harroni të na ndiqni edhe aty. Pasi të përfundojmë live, bisedat tona edhe gatimet janë të postuara në kanalin zyrtar Reze Dielli. Çfarë të duhet? Nenexhik. Çfarë do bësh tani? Nenexhik, djozën, është me jeshilliqe, shkëpus vetëm gjethet, nuk e bëjmë me djozën të thatë, por me të njohëm sepse kështu duhet. Kështu e do rendi, kështu e do shia, patjetër që do shia të tillë. Më ka këtë kjo e fundit këtu. Pra më duhen vezët, tani po i jap edhe një ekzekutim këtyre gjetheve. Shumë mirë, i bëjmë gati. Dhe petullat me kos dhe jeshillëqe kanë këto përbërës. 2 gota miell, 4-5 qep të njoma, kryesisht pjesa jeshile e prer ajo në copza shumë të imta. 1 gotë kos, 3 kokra vezë, dhjozm dhe koper, pak piper i zi i bluar, pak sodë buke, krip sipas dëshirës dhe vaj për skuqje. Petulla me kos dhe jeshillëqe. Kjo është receta. E kam nisur me 3 vezë. 3 e para, 3 e dyta. Po për këto petulla minimale 3 duhet të ketë, sepse prandaj them, i duhet është cilësia e vezës, dhe nëse veza është kompakte, kjo më duhet mua, kjo më duhet. Vezët i rrah me pakës fare krip. Do të shtoj kosin.
Një gotë është një masë e tillë nga këto paketime të lufrës. Kjo është me 2.5% yndyrë dhe duhet që për petullat të plota dhe t'jenë më, është pak i trash, kosi. Po. E tillë duhet. Vetë përqindja e yndyrës bën diferencë përgatitja me një yndyrë të pakët dhe me një yndyrë pak më të lartë. Po të doni ju, për shembull, kisha lënë dhe për vete, po të doni ju, mund të shtoni dhe dhallë. Ku e kështë fshehur të dhallë? Kisha fshehur diku këtu te. Se kisha bën ndonjëherë tash dhe e bëra sot me dhallë. Po të doni mund të shtoni dhallë, nëse ju doni që masa të jetë pak më e hollë, mos u shtoni fare ujë. Po e lë pra si opsion, sepse nuk e di, në masën e brumit shtoj sodën dhe të gjithë masë të kripës të fund. Do të shoj pakos piper, sepse kam... Largova, nuk më duhet tani me ato. Do të shtoj pakos vaj. Më si kam pyetur ndonjëherë këta çunat që ndjekin kaq shpesh receta, se I shikoj se janë kanë mësuar ndonjë recetë këta? Si mendon? Kur janë me të dashurat e tyre, gatuan... Makaron do I vetë. Mirë. Specialistin e kafes. Tav me pllajshim me suxhuk. Po, keni mësuar, kemi gatuar edhe këtu, besoj. Specialistin e kafes, përballë. I qanë gjitha llojet e kafeve. Jo, e kam seriozisht, po mendohesha një ditë, thash, këto ndikin për ditë receta për ditë, se janë të vëmendshëm në procesin e punës. Kanë kapur në një recetë? Nuk din të gatuajnë. Sa janë të dashuruar, gatuajnë. Po shpresoj se kjo është pastalet, edhe unë kam ndeshur në TikTok, po nga një shtet tjetër fqinj. Edhe para martesës, zemër thot, çfarë do të gatuaj? Edhe thot, kemi opsionet të tjera, kemi këtë. Dhe mbas, kur martohen, dua, qa kemi për të ngrënë? Qa dua sho gatuj vetë. Që kështu gatimin e din. E din, po të s'duan, një bje. Shtoj dhe mjellin. Derisa të krijoj këtë masën e duhur dhe një kohësisht, edhe tiganin me yndyrë. Duke qëndruar tigani afër nxehtësisë, është gjysmë bërë vaj. Se ndjeva direkt erën e vajt. Që është ngrohur. Shtoj masën e jeshilliqeve këtu. Ja, pa iku dhe kjo gjë. Ja, ikim produktet. E largoj. Ndjet ajo aroma e mirë e dhjozmës, kur të skuqen, sepse e ruan aromën e freskët. Shtoj dhe pjesën tjetër të miellit. Jo më me... Ja vendose atë ndej që të afroj pjatë. Me luk tashmë. Vaj shtojmë pak. Jo që të notojnë petullat në vaj. Po të doni ju, shumë mirë mund t'i kaloni dhe petulla në furr. Mund të piqen. Pra unë jam direkt dy alternativa, sepse dalë ta heq këtë se nga muhabeti po më t'i gjithë vaj. Se mund të themi të njëjtat petulla në furr. Petulla në furr të qojnë qofte. Shkur të sapi. Kemi thënë, petullat kanë mielin më shumë, kurse qoftet kanë erzat ose produktin e perimes më tepër. Tani që mos rime dhe të themi çfarë shet më tepër. Ne jemi me ambisat një dhe duam që t'jenë gjithë gjërat e duhura. Gjërat që na duhen të gatuajmë të gjithë në përshpit tona. Çfarë është më kollajt, më shishme? Përse shtoj edhe pakos fare? Jo që masa të jetë miell, edhe të jetë e qullët, po që të jetë e duhur, e butë, sfungjer, duhet të qëndroj
të them të drejtë një orë duhet të qëndroj. Ne nuk e kemi atë luksin të qëndroj. Ndonjëherë dhe e kemi, ë. Ose unë kam bërë për shembull herën e parë brumin dhe pastaj në syrin tuaj bëj brumin tjetër. Kjo. Po tani edhe këto shpenzime janë, të themi drejtën tash ti. Shpenzime janë. Dhe ne vim për anën ekonomike, nuk vim që të shpenzojmë. Absolutisht, po. Bëjmë dy. Ja, ku është tamam. Tani vendos. Dhe me shumë dashuri Androniki do më silli pak ujë. Patjetër. E do kështu me gotën... Shumë mirë. Me gotën me kos. Ja. Masa e tjera. Se do të njomet, do të vendoset luga, besoj aty. Tjetër, se kjo nuk më bën. Për të filluar tani me skuqjen e tyre. Pra, çfarë shtuam tek tasi përgatitjes së brumit të petullave me jeshillëqe, patjetër që do të ketë vezën, do të ketë kosin, do të ketë miellin, i shohim pak edhe një herë produktet dhe ju i përgatisni në një mëngjes tjetër ose në një mëngjes si ky, më njëherë pasi ta keni përvetësuar recetën. Pra, 2 gota miell, 4-5 qep të njoma, të grira dhe këto të prera imët, 1 gotë kos, 3 kokra vezë, vjozm është bima kryesore dominuese në jeshillëqet që do të shtoni, dhe koper gjithashtu, piper të zi të bluar pak sodë gjithashtu, krip sipas dëshirës dhe vajin për skuqje që ju përdorni në familjet tuaja. E ngrohni pak vajin, bëjmë gati këtë brum dhe pjesën shoqëruese. Sa të bëhet edhe vaj. Na ndihmon pjesa shoqëruese dhe shoqërusja. Çik dhall, se është shumë e mirë. Ka dhe kefirin shumë të mirë. Shoqëron petullat, këtu është. Mund të zgjidhni padyshim edhe kefirin në çdo paketim të dhallës për shembull, kemi një pamje të qyteteve tona, këtu zgjodhëm Gjirokastra, është këtu. Gjirokastra në Shpatmali. Me kaldrëme të pjerta dhe shtëpi karakteristike prej Guri, ajo është vendlindja e shkrimtarit Ismail Kadere dhe shtëpia e një prej kalave më madhështore në vend, qyteti Gur, Gjirokastra, thesar i arkitekturës tonë. Okej, është një lloj strategjie që ka zgjedhur Lufra për çdo paketim të ketë edhe pamjen e një qyteti. Dhe mos të harrojmë, është edhe shtëpia e anës që na merr në telefon gjithmonë. Na marrin shumë anvisa, i përshëndesim anvisat e Gjirokastrës. Kjo ishte për te pjesës tjetër kryesore të këtij produkti të vendit tonë, që vjen në mënyrën më moderne tonë, të paketuar kështu me tetrapak, edhe një produkt natyral që duhet të konsumohet dhe të kombinohet në çdo moment. Mund të konsumohet dhe merret me vete në punë, rrugës. Është e freskët, është miqësore shumë e mirë me pjesën tonë të zorve dhe kombinohet me shumë gatime të traditës tonë. Është skuqur ajo, të kthehet, se shoh nga ngjyra që ka marrë. Por ndonjëherë nga që skuqen poshtë dhe ky kthimi është ndonjëherë... Po patjetër që është problematik se është pjesa e brumit në sipërfaqe dhe shkëmbehet pak me vështirësia, siç ngel pak brumi anash. Mund t'i jepni këtë formë të madhësi, mund t'i bëni pak më të mëdha, më të vogla, sipas. Por këto faktikisht, dëshirës. Bën akoma dhe më të mëdha, sepse duhet një tigan. Ky tigan është më i madh, një tigan më i vogël, edhe bëhen që shoqërohen me djath. Un kam marrë një pirun, po pas kam marrë pirun shtremët unë. Si mund t'jetë shtrembur ai pirun? Urdhëro, shife. Me një gisht lart. Habitshme, çfarë mund të ketë ndodhur me këtë pirun? Sigur po na shaneve. Ua, dal të shkojt më i pirun tjetër dal. Po tregojmë pak shifën. Pra ne thosha dhe pse është diçka që nuk shkon, po. Se duhet mendohemi ç'na ka përfunduar ky piruni në këtë formë. Po, madhe syze që ti shohësh më përpara. Ja. Ta ketë patur piruni, thuaj. Fajn, po. Dgjoj, unë asgjë nuk kam fajin. S'ka pas piruni, fajin, nuk thesh i pesa. Ishte i shtrëmbër. Ja. Mirë, gjithsesi na ndodh ndonjëherë edhe në kuzhinë që përdoren mjetet edhe ja, përfundojmë kështu. Do merremi tani me atë pjesën që kemi treguar dhe her pas here, se kaloi një muaj dhe një herë në muaj në çdo familje bëhet një pastrim gjeneral i shtëpisë, i kuzhinës, i enëve. Kemi treguar plot mënyra që pastrojmë dhe ndriçojmë lugët edhe pirunjt edhe thikat.
me sod, me uthull, me produkte natyrale. Marim, se kemi gjithë sirtarin plot, kështu që nga java tjetër, plotësisht dakord që t'ju tregojmë mënyra krejtësisht natyrale për t'i ndriçuar enët tuaja. E zhvendos këtej më tutje, sepse më varet nxehtësia cila është. Urdhëro? E zgjodha cila është e imja. Apo këtë? Ajo e para. Kjo. Ajo e para. Kjo? Ajo më pëlqen. Dashkë edhe kështu. Petull. Do patull. Tani ti duke i shtuar tek pjata, duke menduar për personin që do t'i konsumoj. Unë faktikisht mund të shoqërohen dhe me djathë të bardhë, mund të shoqërohen dhe me gotën e dhallës. Ke si të duash, unë dhallën e kam për vetë. Jo. Vendosi dhe pjesën tjetër, kështu që me sasin që ne shtuam në vendosi pjesën tjetër. Në tas. Jo, se nuk është se do t'i konsumoj unë të gjitha, se janë shumë. Në rregull, dakord. E zuri turpi, hajde. E zuri turpi pa ngrënë asnjë mendor, pastaj po të konsumoj. Ndihet kjo aroma e dhjozmës, këtë shije të jep, janë të buta, nuk thithin vaj. Do të them një sekret. Kur kol ka merr ndonjë gjë, edhe pastaj një gjë të vogël kështu, edhe mbasi e mbaron, ndihet në faj pse e ka ngrënë sepse ka. Është era e tretë që mund të kem ngrënë një herë në mëngjes. Po tani është e vetmja gjë që s'mund t'i rezistosh dot. Një gatim i të mirë që ka të vjen ajo shija dhe aroma e mirë. Dhe kur është, për këdo është kjo pjesë. Sa do mund të jesh në vetëm në faj nuk regjim, në dietë. Bjelum të ri biles. Lugën pa tjetër, dhe sa më shumë punohet, në gjithë ajo bëhet si pjesë si lastik. Jashtë për shembull, në Azi, në Turqi, ky lloj brumi rrihet me 2 shkopinj. Edhe kalohet në tigan me 2 shkopinj, sepse është ngjitës. Pra kalon procese dhe faza të tjera. Nuk është se po e njëjta gjë, qëndron. E njëjta gjë është, po qëndron pak më tepër, qëndron një. Shikosi, e kemi një. Vendosi dhe atë që është skuqur dhe bashkohemi me pjesën tjetër. Balon tahuke. Të lumshin duar, vazhdojmë me pjesën tjetër dhe unë i solla këtu. Kjo është tryeza për sot, jedhim një vështrim me kamerën tonë për t'ju treguar se çfarë përgatitëm. E nisëm me leqenikun e tropojës, një recetë kjo tradicionale, për pak do ta presi Albana, duhet të jetë besoj kulluar dhe më pas e postojmë në rrjetet sociale. Gjithashtu jahnia me plëndës dhe petullat me jeshilloj që shoqëruar me dhall apo me djathin tuaj të preferuar. Këto pra ishin recetat për sot. Ne ju përshëndesim nga kuzhina, të lumshin duart, procesi ynë i punës do të vazhdojë edhe për pak sa të mbarojmë me brumin. Ndërkohë, Rezia vazhdon pas fleshit informativ dhe ju uroj shikim të këndshëm në vazhdim. Mirë se erdhët në këtë pjesë të rrezes tonë. Në çdo etapë të jetës tonë, duket sikur krahasohemi gjithmonë. Krahasohemi me shokët, me shoqet e fëmirisë, ku kanë arritur ata, me kolegët e punës, pa e ditur që kjo gjë duket sikur na dëmton emocionalisht. Pra gjithmonë vendosim një pasqyrë që nuk na përket ne. Zgjedhim një lloj standardi të krahasohemi dhe nuk e kuptojmë që ky lloj standardi që ne po krahasojmë veten për arritjet e të tjerëve, pse unë nuk jam si ai ose si ajo, na vë përballë disa dilemave. Çfarë pasojash na sjell krahasimi me të tjerët? Siç e thash, do të prekim edhe tema të tjera gjatë bisedës me psikologen Lorela Garuli, kështu që na ndiqni për të mësuar disa teknika të ndryshme të mirë fuqizimit të vetes tonë. Mirë se erdhe Lorela. Mirë se ju gjej. Faleminderit. Është kështu e natyrshme apo është e nevojshme? Pse ne na lind një lloj krahasimi në vetveten? Do është çështje karakteriale apo thjesht koha, teknologjia, jeta moderne na ka sjell këtë formë krahasimi? E vërteta është që gjitha kanë nga një lloj impakti dhe do t'i shpjegojmë tani. Deri në një farmase, në një masë relativisht të ulët dhe të shëndetshme,
ne krahasojmë si qenie sociale dhe deri diku kjo i shërben, ose më mirë të them, është një nga mënyrat në fakt se si ne ndërtojmë edhe vetë besimin ton, ose vetë konceptin më saktë. Pra koncepti, imazhi psikologjik që ne kemi për veten, në një masë shumë të madhe që në fëmijërinë e hershme, krijohet duke pasur parasysh një standard social. Këtu e kam fjalën për normat, për vlerat, pra çfarë është e mirë, çfarë është e drejtë, pra ka një standard, po themi, psikologjik. Problemet fillojnë kur krahasimi bëhet në thonjza një vorbull thithse psikologjike e rrezikshme. Do të thotë që kthehet në qëllim në vetvete, apo zë një pjesë shumë të madhe të jetës tonë, të mendimit tonë psikologjik. Individ të cilët vazhdimisht janë, po themi në thonjza në garë, sepse problemi i krahasimit është ky që ne pa kuptuar, në mënyrë mbase automatike apo të pavetdijshme futemi nëpër gara të caktuara. Dhe këto nisin shumë herët, që në jetën shkollore. Notat, për shumë, apo performanca shkollore, është një garë psikologjikisht tërësisht e panevojshme, që vjen nga krahasimi. Pa dashje ndonjëherë janë prindrit, janë mësuesit që edukojnë këto, mund t'i thonë fëmijës vet, mund t'i thonë një të afërmi, pikërisht. Gjithë kemi qenë dëshmitar tipit që çka ka çuni filanit apo vajza filanit, më shumë se sa ty që të merr notë më të mirë etj. Krahasimi brenda familjes, midis dy fëmijëve, midis të madhit, të voglit, apo të mesmit. Ose mos u sill kështu si ai, mos u bëj shembull i keq. Këto janë shprehje që duken të thëna kështu të hedhura në mënyrë të pafajshme, por psikologjikisht nëse vazhdojnë, nëse thuhen gjatë, nëse jemi të ekspozuar gjatë, jo vetëm që nuk kalojnë në fëmijërinë e hershme në adoleshencë, por rrezikojnë që të bëhen mënyra se si ne i flasim vetes. Praktikën klinike punojmë me të rritur të cilët tregojnë për gjurmë shumë të forta dhe impakte shumë negative emocionale që i ka lënë kjo mënyrë të foluri. Sigurisht prindi e ka bërë mbase me qëllimin e mirë, mbase për ta nxitur, për ta nxitur një lloj konkurrence brenda vetes për ta vënë në seder apo për ta motivuar, por krahasimi me të tjerët bëhet pastaj, siç e thash, një vorbull shumë negative me një impakt, sepse cili është rezultati? Nuk jemi kurrë të kënaqur me veten. Do me thënë, individi futet në një shkallare. Jemi gjithmonë të rrept me veten tonë. Po, jemi pak si ai miti i Sizifit që përpiqet çdo ditë, por në fund nuk ja del, dhe ajo që të mbetet emocionalisht është vetëm ndjenja e pamjaftueshmërisë, ndjenja që si asnjëherë i mirëmjaftueshëm, ndjenja që s'po bën asnjëherë gjën e dur, vetkritika për shembull. Individ të rritur të cilët i thon vetes mirë, bëre mirë, por mund ta bëje pak më mirë. Perfeksionizmi, që është një nevojë për kontroll, që vjen nga ankthi. Pra të gjitha këto nuk ndihmojnë për një jetë të shëndetshme. Ky është qëllimi i bisedës. Pra ne duam të themi që, siç e thash, në një masë të vogël krahasohemi detyrimisht, sepse kemi dhe standarde dhe norma sociale për të plotësuar. Kur ai është i shëndetshëm deri në një limit të caktuar. Ka një lloj serioziteti, pra ne detyrohemi të ruajmë dhe një imazh social të caktuar. Por, kur kjo kthehet në qëllim në vetvete, krijon shumë pakënaqësi. Mos them pastaj dhe ankthe sociale, gjendje depresive, që sigurisht kombinohen me rrethana tjera, por që burimi shpeshherë është në këtë të folurit gjithmonë të pakënaqur dhe krahasimin me tjetrin. Më herët me drejt i cek edhe pjesën e teknologjisë apo impakte sociale. Po e dëmtojnë akoma dhe më tepër jeta moderne, krahasimin me tjetrin, ai pse ka ai më shumë se unë, sidomos të maskat, fasadat që vendosen, ose jeta perfekte në thonjza e rrjeteve sociale. Po, që është një fasadë e madhe, është një gati gënjeshtër e madhe, sepse nëse do ta njohësh vërtet një njeri, nuk e njeh dot nga ajo që ekspozon nëpër rrjetet sociale, sepse ajo është shumë e filtruar dhe shumë subjektive, pra paraqet vetëm atë që ai individ do të paraqes, por unë flas dhe për element shumë të thjeshtë, siç është për shembull pamja, imazhi social, standardet e bukurisë, kanë një impakt jashtëzakonisht negativ, sidomos tek vajzat adoleshente. E dëshmojnë mjekët gjithmonë më shumë, madje hasa dhe një studim para 2 ditësh që shpjegonte se si çrregullimet e ushqyerjes, anoreksia, ka gjithmonë më shumë në bazë standarde irrealiste dhe shumë të pashëndetshme të bukurisë. Modelet, imazhi, fytyra perfekte, tani si ndihet një adoleshente? Ke adoleshent ose para adoleshent që janë para pasysh duke tërhequr barkun, sepse barku sipas tyre duhet të jetë i shesht. I shesht, patjetër, po. Kjo është shumë e vërtet dhe është shumë negative
e përsëris në gjendjen emocionale, do më thënë, pse duhet një 15 vjeçare të shqetësohet se i dolën aktet apo një aknet, apo një fije floku, apo që nuk është perfekte. Flok është jo perfekte, një flok pak me që onde. evidentojnë njëra tjetrës. Po, sepse kjo kthehet dhe mbullizëm pastaj. Është një cikël i tërë disfunksional, por flas vetëm për pjesën e krahasimit çfarë merret nga rrjetet sociale. Ka vërtet, sidomos e përsëris tek adoleshentët, një impakt vërtet shqetësues në gjykimin tim. Dhe duhet një punë e vazhdueshme për t'i shpjeguar që jeta nuk është ajo që shikon në ekran dhe është okej të mos jesh perfekt sepse asnjë nuk është. Domethënë se gjithë gjëja rrotullohet këtu, domethënë tek perfeksionizmi, tek Po kush duhet ta rregullojë këtë pjesë? Si duhet të Sepse kjo është problem, dhe do jetë akoma dhe më problem. Si mund të rregullohet kur tek të rriturit, se ne nisëm edhe tek të rriturit të këtë rjetën dhe krahasimin edhe vazhdon. Tjetër që rrënjën bazën e ka në familje, në fëmijërinë e hershme, në adoleshencë. Si mund të rregullohet? Deri ku mund ta çojmë limitin e krahasimit që ai të jetë i shëndetshëm për veten tonë dhe si duhet të punojmë me veten tonë? Si duhet kërkojmë ndihmë? Sepse kemi një vetbesim të ndrydhur, të tkurrur, çka na dëmton dhe ndoshta duke patur këtë vetbesim të ulët, nuk e rrim ta njohim aq mirë veten sa mund të kemi shumë talente, shumë potencial, shumë dritë brenda vetes tonë, po pikërisht se jemi duke u krahasuar me të tjerët nuk arrim ta zbulojmë. Shumë e drejtë. Se si e shtrove çështjen faktikisht, në radh parë unë mendoj që është detyrë e të gjithëve. Qoftë dhe kjo bisedë që ne po bëjmë, unë uroj që të shërbej që sikur disa veta të ndërgjegjësohen për pjesën e krahasimit që i bëjnë vetes apo të afërmve. Është një shprehje që thot bari i komshiut është gjithmonë më i gjelbër. Kur vjen puna ke krahasimi me të drejtë, për fat të keq, gjithmonë nxjerrim veten në disfavor. Rrallëherë krahasohemi dhe jemi objektive dhe ja njohim vetes vlerat dhe meritat. Momentin që ne vendosim kamerën, po do thoja, pra ajo drita bie mbi defektet, pa përsosmërit që gjithë kemi, sepse asnjë s'është perfekt. Normalisht fillojmë të kurremi psikologjikisht, ndihemi më të vegjël, më të paaft, më inferior. Dhe në radh të parë, unë do të bëja një ndarje midis asaj që është e pandryshueshme, pra unë po themi duhet t'ia di vetes çfarë e kam aftësi dhe çfarë në cilat pika nuk jam e fortë. Dhe të bëj paqe me këtë. Për shembull, kanë nxënës të cilët mund të jenë shumë të aftë, po themi në arte, sepse përgjithsisht ka një mbivlerësim për lëndët shkencore, matematik, fizik, kimi, dhe nuk ndihen aq mirë apo nuk ndihen aq të motivuar apo aq të mençur sa dikush që është shumë i mirë në matematik, por këtij mund t'i mungojë në aftësi emocionale. Pra, mbivlerësimi social, doja të thoja këtë që të mos bien pre e standardeve sociale. Përpiqemi ta njohim veten me ato të mira dhe jo të mira që kemi dhe ta pranojmë, të bëjmë paqe dhe të kuptojmë talentet tona dhe mos të përpiqemi të shkojmë drejt një vetjeje ideale që nuk është dhe reale. Pra kemi veten reale, përpiqemi se duket pak patetike dhe klishe ta duash veten ashtu siç është, po faktikisht e para fillon me pranimin. Jo më kot është shprehja. Po, tamam, po, të krijon një qetësi nëse arrin ta pranosh. Patjetër, nëse është e brendësuar, nëse është e vërtet, tjetër. Do me thënë, qoftë se dikush është kaq i gjatë apo ka këtë formë fizike, të bëj paqe me këtë dhe të pranoj limitet e veta. Besoj ky është hapi i parë. Hapi i dytë, kur thash dhe për intervistën, kush duhet ta bëj këtë pjesën e edukimit për krahasimin, media ka shumë impakt, shkolla ka shumë impakt, psikologët, punonësit social, prindrit kanë shumë impakt. Shumë herë janë ata vetë parë të cilët në thonë za i sulmojnë me ato shprehjet që po thoni më herët që çka ke ti që nuk merr këtë notë kur çuni filane si fistekut arrin. Shumë vende në botë kanë edhe lënd menaxhimin e situatave, menaxhimin emocionale. Po, ne kemi folur dhe më herët në këtë studio. Me gjithë lëndët që kanë, me gjithë ngarkesën që kanë, me gjithë kurrikulat dhe tekstet që kanë shumë pikpyetje për të diskutuar, kjo është diçka që është e panevojshme në thojza për shkollat tona. Ndërkohë që është pikë shumë e rëndësishme. E vërtetë është paradoksale faktikisht. Unë besoj se sidomos sot edhe të rriturit ka nevojë të edukohen emocionalisht, psikologjikisht. Nuk e di çfarë vlerë ka, po e themi shpesh psikologji, çfarë vlerë ka që një fëmijë të di gjithë kryeqytetet e botës, apo të di të astronomi, apo fizik, apo ku diun ekuacione, kur nuk menaxhon dot emocionet e veta, kur nuk e kupton çfarë zemroj, kur nuk ka një inteligjencë emocionale minimale. E kemi vazhdimisht objektiv, përpiqemi
dhe në praktikën klinike, dhe në studio, dhe me programe të ndryshme, ka shumë nevojë për edukim emocional. Me funksion jo thjesht kulturor, absolutisht, por në përmirësimin direkt të jetës së cilësisë individit. Qoftë se unë e kuptoj se si ndihem, ose çfarë më bëri të kem xhelozi apo zili, sepse krahasimi me tjerët, patjetër që pastaj çon xhelozi, çon zili, çon pakënaqësi, çon dikush. Kjo është dëmshme jo vetëm psikologjikisht, po edhe fizikisht. Dhe financiarisht. Një studim që lexova ishte edhe financiarisht, po dhe një studim tregonte që ti nëse ke xhelozi apo zili, organi i parë që dëmtohet është mëlçia, për shembull. Sipas këtyre emocioneve ndikon edhe në çdo organ. Janë gjëndrat endokrine, sigurisht stresi, tiroidet. Ne flasim gjithmonë për një shëndet biopsikosocial. Pra, kemi elementin sigurisht fizik, të brendshëm, fiziologjik, të ndërthurur me psikologjik, që janë parametrat tanë, dhe ambienti social se si na favorizon apo nuk na ndihmon. Patjetër, emocionet negative kanë gjitha te pjesa e krahasimit, do është dhe përqeshur, po sot familjet po krahasohen edhe ekonomikisht edhe në sfera të tjera, vetëm nga fasada dhe pamja fizike, po për shembull statusi social, si arritje, çfarë makine kanë, çfarë mobiljesh, çfarë vesh shtëpi, domethënë krahasimet janë duket e rëndomt, po shumë e vërtet. Duket si në një nivel pak më vulgar për ta treguar, po është reale, që është ndodhur realisht. Kjo përsëri është e dëmshme. Sigurisht që është e dëmshme. Me atë mundësi që ke, sepse ai dikush që ka atë luks në jetën e vet, diçka tjetër ka në krahasim me atë që ti po bën jetë. Absolutisht. Ashtu është. Do doja të kaloj tani Lorela në një tjetër pikë që kemi vendosur të diskutojmë së bashku, do të ndryshojmë paksa tematikën, po e përmendë pak më parë që është kjo uria emocionale që ndoshta është një temë e diskutuar dhe e përmendur, por ka njerëz që atë procesin e të ushqyerit të ngrënit e kanë të ndryshme. Disa ushqehen ngadalë, duke menduar, duke e përtypur mirë ushqimit, të tjerë ushqehen shpejt e shpejt, disa e kanë për të kaluar në këmbë, po disa e kanë kaluar. Dhe kjo do të dija, ky procesi të ngrënit me nxitim, çfarë tregon për karakterin? Lidhet kjo dhe me një lloj personaliteti tonin, është e lindur, është e fituar gjatë jetës, çfarë tregon për tek saj? Përveç se është e dëmshme, se kemi diskutuar me ekspertë të tjerë që është e dëmshme për shëndetin. Mundet që tjetë pjesë e temperamentit. Faktikisht, se si ne ndërtojmë raportin me të ushqyerjen tonë, është shumë se sa fizike dhe thjesht për të shuar urinë. Patjetër që ka komponent psikologjik aty. Mundet të jetë pjesë e temperamentit, pra një njeri që është në përgjithësi sanguin, flet shpejt, ecën shpejt, mendon shpejt, edhe do haj shpejt. Ashtu si një tjetër që është më flegmatik, ka më urtësi, i bën gjërat më ngadalë, është më i matur dhe do haj ngadalë. Domethënë po nis nga ajo që është më sipërfaqësore, që lidhet me ritmin, me shpejtësinë e të bërit të gjërave. Raporti me ushqimin instalohet herët që në fëmirinë e hershme, që nga mënyra se si na ushqejnë, na kanë ushqyer me zor apo jo, që për mua, unë kam thënë dhe herë tjetër, pavarësisht që ka krijuar shumë polemika, të ushqyerit me zor është një lloj dhune, domethënë emocionale. Ti përmendë më herët edhe pjesën e urisë emocionale, që në fakt është një lloj individi hapur të mbushur një lloj boshllëku emocional, ose në fakt për të mpirë, për të mos ndjerë një ankth, një stres, një zemërim, të gjithë emocionet tjera të vetmin, patjetër. Pra mbushet një lloj boshllëku në mënyrë disfunksionale. Pra ka një shkëputje midis asaj që ndjejmë dhe asaj që bëjmë për ta hequr qafe, për ta shmangur këtë emocion. Por besoj se është fillimisht treguesi temperamentit, nëse dikush ha shpejt, por mund të ketë të bëj edhe me këto komponent të tjerë psikologjik që rendita. A lidhet kjo e ngrëna shpejt dhe me një lloj ankthi të brendshëm ose tronditje psikoemocionale ose fshihet diçka për tek saj, pra mund të lexojmë diçka tjetër tek njerëzit që ushqehen shpejt? Mundet, unë do thoja që varet dhe nga rrethanat, domethënë cili është konteksti. A është një takim, ku diun, social me shumë njerëz, apo ha vetëm, sepse ka dhe individ të cilët për shembull kanë element ankthi social dhe i duket sikur të tjerët po i vrojtojnë ndërkohë që po shikojnë, mund të ketë edhe ndjenja turpi, po këta në rastet e çrregullimeve të ankthit. Tipikisht fillim për mua lidhet kryesisht me temperamentin të ngrënit të shpejt edhe me nxitim. Mundet që edhe mos të kenë një raport shumë të mirë dhe me ushqimin, e bëjnë sa për ta hequr qafe. Për shembull, bëjnë përshtypje njerëzit që hanë në këmbë. Më duket
sikur pa e përtypur mirë kanë filluar gati ta tresin edhe domethënë nuk I japin dhe ato kohën e dur. Është një lloj shkëputje ndoshta. Të brendshmi dhe si jashtë. Po, ky lloj nxitimi duket që nuk ka një lloj do thoja nuk po I kushton rëndësinë e dur dhe mendoj që është dhe një tregues se si trajton shëndetin fizik. Sepse nëse ti ha shpejt, ha me nxitim, duket që e bën mekanikisht, ndërkohë është një ushqim që po bëhet pjesë e organizmit tënd, domethënë do dhe pak ndërgjegjësim mbi atë që po ha dhe se si ha. Domethënë të mendosh pak më shumë mbi këtë gjë. Sepse është dhe më e shëndetshme për zorën dhe për stomakun. Patjetër. Fluturat në stomak. Kush nuk I ka provuar, kush nuk I ka përjetuar përpara një takimi romantik, përpara një prezantimi, përpara një provimi. Por asnjë nuk I kemi vënë, le të themi, një emër tjetër apo një shpjegim pak më të thelluar dhe më të detajuar. Çfarë janë fluturat në stomak? Nga vijnë ato? Nga truri, nga stomaku apo nga zora? Nga e kanë burimin? Çfarë janë ato? Është emërtim shumë I këndshëm në Shqip për të folur për atë që ne, teknikisht, psikologët do ta quanim element psikosomatik apo somatik I ankthit. Pra, kur kemi ankth apo çfarë do lloj emocioni, ne po t'jemi të vëmendshëm e kuptojmë dhe ku e kemi në trup. Domethënë, kur punojmë me pacient për shembull që janë të agituar, kanë panik, atake paniku, kanë ankth, përpiqemi t'i kthejmë pak tek trupi I tyre, si një vend I sigurt, që të përpiqen ta bëjnë trupin e tyre si një vend sigurt. Dhe me këtë dua të shpjegoj që përpara gjithë situatave që ti rendite, kemi ankth, ose ankth performance, quhet. Ankthi përpara se dalësh, dikush mund ta ketë para se dalin media, para se dalin intervistë, kur do bëj një prezantim, kur do shkoj në një intervistë pune. Ky është ankthi performancës, por ka dhe një element ankthi nga e panjohura, nga e papritura, që realisht nëse unë shkoj në një situatë, ose kam një takim të parë, një takim dashuror, si që the, patjetër që kam shumë pikë pyetje, dua të bëj figurë të mirë, dua të... Është I dëmshëm ky lloj ankthi performancës, na dëmton? Apo na jep mundësinë që të japi maksimumin? Po, përgjigja dhe sekreti është gjithmonë tek frekuenca. Nëse unë kam për ditë ankth performance kur shkojm punë, do ishte mirë të bëja diçka për ta ndryshuar. O të ndryshoja punën, ose nëse se ndryshoj dot, të shkoj tek një terapist edhe të kuptoj pse e kam këtë, ose të punoj me veten, por jo gjithmonë është e mundur. Nëse unë kam ankth performance një herë në vit, apo kur kam realisht një prezantim shumë të rëndësishëm, para se të prezantosh për shembull herën e fundit që unë kam pasur shumë ankth performance, ka qenë para 2 vitesh, kur do prezantoja punimin e doktoraturës. Dhe është normale. Pra, edhe një psikologe mund të ketë një ankth performance? Okej, nuk do doja që këtë bëhet super titull, por... Jo, nuk e thash për të realisht. Po, njërë në shumë rap, pa tjetër që po, sepse është normale, je njëri... Pra, do ta përmbyll me një fjali. Nuk është I shëndetshëm ai individ që nuk ka kurrë ankth, por ai që e kupton veten, e ndihmon, e menaxhon dhe di t'i flas vetes në mënyrë të shëndetshme. E kuptova. Unë të falenderoj shumë për gjitha pikat që prekëm në bisedën tonë. Faleminderit për shpjegimet e tua, ndërkohë ne do të shkëputemi për publicitet. Do të flasim për artin në këtë pjesë të Reze Dielli, si një gjuhë universale, si një ndjesi që s'ka kufi, si një gjuhë që mund të shprehë gjithçka, atë që ndoshta edhe vetë ne nuk mund ta shprehim dot. Se si vjen ky art në studion ton në këtë hapësirë, është pak më I veçantë sepse kam 2 artiste që na kanë përfaqësuar në një event ndërkombëtar në Sharm el Sheikh, ku kanë marrë pjesë 54 artist nga gati 20 vende të botës, duke shprehur dhe patjetër jo vetëm talentin e tyre, sepse kjo ka të bëjë me reputacionin e tyre si artiste rreth të parë, por edhe me reputacionin ton si Shqipëri, si vend, si komp, për të përfaqësuar në këtë gjuhë universale të artit, se si e kanë marrë këtë ftesë, çfarë kanë para ty, çfarë eksperiencë ka qenë kjo, edhe emocionet se si është kaq dominuese në fakt arti, kjo gjuhë universale. Le t'ju prezantoj fillimisht me Linda Lupi, artiste vizuale, piktore, moderatore, pedagoge në Universitetin e Arteve. Mirë se erdhe. Mirë se ju gjejmë, Niki, në Reze Dielli, edhe ti je një Reze që vjen në ekranet tona çdo mëngjes. Faleminderit shumë. Mikesha jonë e emisionit Reze Dielli, Anila Hetoja, piktore gjithashtu, arkitekte e brendshme. Mirë se erdhe, Anil. Mirë se ju gjeta, kënaqësi edhe Faleminderit për mua. shumë.
E cekëm pak, sepse kemi nisur bashkë Rezen, sezonin, e prekëm pak në fillim të shtatorit për këtë event, i cili bënte bashkë artistë nga gjithë bota, dhe ku ka më mirë se të promovojmë edhe vendin tonë përmes artit, artistët tanë. Tregoni pak si e morët ftesën, si u bët pjesë e këtij eventi ndërkombëtar në Sharm el Sheikh. Në fakt, ftesa ishte një surprizë shumë e bukur, një surprizë që më bëhet për herën e dytë. Herën e parë kam prezantuar Shqipërinë në Hurghada, por një tjetër eksperiencë ka qenë ajo e Sharm el Sheikhut, që ka qenë vetëm para pak ditësh, jemi ende të ardhura me rrezet e Egjiptit. Në fakt ishte një kënaqësi e veçantë sepse isha së bashku me Mikeshën dhe artisten, që kemi dashuri të përbashkët, që kemi artin midis vetes. Ishim të dyja, pikërisht në Sharm el Sheikh na erdhi një ftesë nga organizatori Muhamed Faruk Hamida. Kaluam një eksperiencë të veçantë, që do të mbahet mend në memori, në të flasim dhe në detaje, po unë dua të dëgjoj impresionin e parë që i la Anilës. Ishte ftesa e parë, era parë për ta përfaqësuar në këtë dimension. Ishte një event madhështor në fakt, ishte emocionuese në fakt kur mora ftesën, edhe privilegj të jem me Lindën në këtë event kaq madhështor. Për ne është bukur të marrësh pjesë, sepse të them të drejtën është një shkollë me vete, sepse ti ke të bësh me shumë artistë të mëdhenj, aty konkuron le të themi mes shumë artistësh, puna është e hapur për të gjithë artistësh, ti e hapur për kritika pse jo, për këshilla të ndryshme. Prandaj them që ishte një shkollë më vete. Për mua ishte një eksperiencë e jashtëzakonshme, edhe që do ngelet gjatë në memorien time. Ishit 54 artistë. Në fakt kanë qenë 30 shtete shëndësika. Ishin rreth 63 varet pastaj në mundësit apo jo që kishin për të ardhur. Konkurrencë më shumë apo frym bashkëpunimi? Çfarë ndjesie morët? Ajo ishte një frym konkurrencë, nuk mund ta them, por ishte një frym bashkëpunimi, ishte bukur sepse pavarësisht gjuhës, krahinës, nga cili vend vim apo fes, të gjithë flisnim gjuhën e artit. Ishte një urlidhse e jashtëzakonshme e vendeve pra të ndryshme. Për ju si artiste që jetoni çdo ditë me artin, jo vetëm në shpirt dhe të merresh me art, sigurisht që atë realizaton edhe në qetësinë, paraqitjen, mënyrën se si gjykon dhe mendon gjërat për ditë. Arti është frymëmarrje në funditës, arti është terapi. Unë them që ky është një dhuratë nga Zoti që ne na është dhënë. Për gjithë ata që e kanë një talent dhe kanë përshtypjen që të gjithë e kanë, por disa e kanë zbuluar herët, disa vonë. Jo, kam jo me vërtet artiste, gra, zonja, zotrinj, të cilat në një moshë të thyer kanë zbuluar këta. Ndoshta jeta i ka bërë të tillë që të mos e zbulojnë këtë potencial, këtë ditë të fshehur. Ajo shpreha Picassos që artistë janë të gjithë fëmijë, po kur të rritesh nëse ngelesh, nëse vazhdon edhe kur rritesh, atëherë ka qenë në brendësinë tënde. Në brendësinë tënde, por nuk ka asnjë njerëz që nuk e ka një dhunti në vetvete dhe për të jam e bindur, por të kthehemi tek eksperjenca në fakt. Ka disa, më fal që të ndërprerë, ka disa si ju, pastaj është plotësuar. Faleminderit Niki. Lida nuk do të flasi, përsa është modeste për sa i përket artit që bën, po më lejo pak të lutem, më fal Lida. Këto tani po flas si profesioniste, jo si Mikesh, sepse si Mikesh ajo di shumë mirë se çfarë mendojnë për artin që bën. Por ditë them që është artiste jashtëzakonshme, me vlerat të jashtëzakonshme. Ditë them që portretet që Linda i spikat, tamam si ajo Zana me atë Penelin, që i risjell në jetë. E këtë e them me bindje dhe e them thjesht si, le themi, profesioniste në këtë fushë, se si Mikesh, ajo e di që kam shumë për zemër. Falenderoj. Anila nuk kurse mbështesin gratë. Këto graj duan shumë shoqërisë. Absolutisht që po, dhe ju që më keni vënë në mes tani. Tani më tregoni pak për tematikën që zgjodhët të përfaqësohesh. Si ishte përzgjedhur? E zgjodhët ju tematikën? Ishte një temë e përcaktuar nga organizatorët edhe çfarë u ndjek kjo diferenca, u ndjet pak të diferencuar nga artistët e tjerë, apo kjo ishte pa konceptueshme në një vend që s'do t'ja di fare për këto konkurrenca? Arti është i lirë. Flasim për një gjuhë universale, pavarësisht historisë së një vendi dhe kulturave të ndryshme nga të cilat ne vim, ne vërtet përfaqësonim vendin tonë, por ndjesitë emocionale që ne venim dhe përfaqësonim Shqipërinë dalloheshin pikërisht në ngjyra, në mënyrën se si ne shprehnim aspektin shpirtëror dhe atë historik me të cilën ne mbartim dhe shkojmë në një shtet tjetër, dhe nuk
është as pak konkurencë, sepse është shkëmbim kulturash. Edhe është pikërisht një ekspozim edhe procesi kur ti pikturon, sepse shikon teknikalitetet të reja, një komunikim ndryshe, ne vim nga shtetet tjera, por aspekti emocional ty të bashkon në një gjuhë, dhe nuk ka as pak konkurencë në këtë pjesë, por është një kënaqësi e veçantë që ti shkon dhe shkëmben kulturën tënde, përvojën, eksperiencën, pasionin. Absolutisht, dhe për më tepër në një qytetërim të lashtë paranoik, siç është Egjipti, që shumica e artistëve vinin nga Kairo, nga Sharm el Sheikh, nga vende ndryshme të Egjiptit. Po shohim disa momente nga eventi aty. Po këtu jemi gjatë ekspozitës. Jemi bashkë me artistët e tjerë gjatë ekspozitës. Momente keni ndaluar tek piktura e Anilës. Anila, çfarë ke dashur të përcjellësh me pikturën që e realizuat aty? Aty, po direkt të gjithë. Ishte një perspektiv, one point perspective, edhe ishte duke qenë se lidhet edhe ana ime, fusha ime e arkitekturës, edhe duke qenë se edhe ekonomiste janë bashkuar së bashku, edhe është më shumë për të thënë që vendi ka më shumë nevojë për zhvillim, ekonomi, edhe prandaj doja ta pasqyroja një vend në zhvillim, pra disa building në art modern, edhe të risjell aty. Pastaj për ngjyrat, Linda na ka përfaqësuar shumë bukur me ngjyrën e kuqet, flamurit. Pikërisht piktura që ndodhet pas. Kjo piktura e kuqe flak. Ajo e kuqe flak është, po, në fakt atë ide dhe është një prej pasioneve të mia të fundit, nuk e di pse kuqja më ka rëmbyer zemrën. Jam kaluar nga bluja në të kuqe, e kundërta e shprehjes së Picassos që thotë nëse nuk do të kisha të kuqen, do të pikturoja në blu. Unë kam pikturuar në blu, jam kthyer tek e kuqe. Por është pikërisht ngjyra bazike që ne kemi identitetin ton kombëtar, është ngjyra e flamurit ton e kuqja, po jo vetëm kaq, se nuk është kaq e thjeshtë. Në mënyrë metaforike kam punuar me relief, me të kuqen sërish, në një formë monokrome me të njëjtën ngjyrë, duke shprehur, patjetër, duke shprehur se e kuqja është jetë, e kuqja është pasion, është dëshirë, por tek e kuqja qëndron edhe dhimbja, qëndron edhe plaga, nga e cila njerëzimi merr edhe forcë. Për sa i përket edhe, sepse ne kemi një të përbashkët me Egjiptin, kemi qenë ndër vite në pushtimin e perandorisë osmane. Kështu që kjo ishte edhe një që më ka bërë përshtypje, ka qenë një komenti, një vizitori, në momentin që ne pikturonim, se kjo ishte edhe e bukra. Kur ti pikturoj dhe vinin vizitorë të ndryshues. Po. Ju turish një vëmendjen, ju pengonin në Jo, ishte bashkëbisedim i lirë. Kemi problem. Jo, absolutisht. Është kënaqësi madje, sepse ne morëm parasysh që pavarësisht se artisti kërkon intimitet në krijimtarinë e tij, por e morëm parasysh që do të kishim edhe energji të tjera rreth nesh. Me që se jemi tek përshtypjet, më tregoni pak komentet e artistëve të tjerë në lidhje në raport me pikturat që ju sollët. Për tematikat, ngjyrat, eksperiencë veçantë duhet të ketë qenë komunikimi me to. Shumë e veçantë. Siç e thash në fillim, pavarësisht që flisnim gjuhë të ndryshme, na bashkonte gjuha e artit. Arti kuptohej edhe nga shikimet, edhe nga sugjerimet. Ishte shumë e bukur në fakt, sepse ne lexojmë artin e gjithë secilit, sepse është ajo brëndësia që ne hasim, na lidh shpirti, na lidh shpirti i artistit. E kështu që komplimentet pastaj rrjedhin në fakt, aq më shumë kur je në një festë të madhe dhe ku është një audiencë e madhe që vinë të vizitojnë, të shohin, pëlqejnë punët, duan që t'i blejnë ato, edhe ishte shumë mbreslënse. Pikturat që vizituat, edhe shiteshin, ishin dhe në shitje për vizitorë? Ndërkohë që një vizitor vjen, patjetër që na ndodhi gjatë procesit. Ju e shitët pikturën tuaj? Është në diskutim për të shitur, është në diskutim për të shitur, ishim pikërisht 2 qytetarë nga Kairo, të cilët kishin ardhur në Sharm el Sheikh, në resortin në cilin ne ndodheshim dhe punonin, dhe 2-3 herë gjatë procesi duke pyetur se çfarë po shpreh me këtë pikturë dhe sa kushton. Bëhesh edhe pyetje. Kjo është e bukur sepse edhe vlerësohesh në fakt, edhe pse jo janë në shitje për art dashtit apo për persona që i duan, i vlerësojnë artin që ne bëjmë. Më falni që po ju ndryj, por nëse ajo do t'ju njoftojnë, besoj që nuk diskutohet që po, ato do na njoftojnë, ne do vinë përsëri, do i themi edhe që e shitëm. Se po ndryj pak se shumë komente. Jo për këtë punë. Kjo është e bukur. Çfarë mund të mësoj një vend i vogël si Shqipëria nga mënyra se si Egjipti prezanton
këto evente artistike, i promovon artistët? Çfarë mund të marrim ne si vend nga kjo eksperiencë? Shiko, është një pyetje vërtet shumë e bukur. Do doja shumë që edhe në Shqipëri këto evente të ishin. Janë, para ca vitesh ishte për shembull Frida, që të gjitha gratë, femra në muajin tetor morën pjesë, ishte shumë bukur. Do doja që të vijonte përsëri kjo, që të vinin artistë ndryshëm, të merrnin pjesë, të ishin të lirë, që të kompozonin në një ambient pse jo të mall, të hapur, që vinin edhe vizitorët, edhe turistët, do ishte shumë me vend. Mendoj, uroj që kjo të jetë një piknisje edhe për vendin tonë. Pra që të merret një shembull, këtu është ajo pika kyçe që nuk është investim vetëm për artistin, por është investim edhe për turizmin, sepse me këtë rast njihet edhe vendi jon duke ardhur vendet të ndryshme. Kështu që mendoj që i ja vlen, është me vlerë. Në raport me vizitorët, për shembull, sa të interesuar janë këtu në vendin ton krahasuar, domethënë kemi një boshlik, një ndek të madh në raport me artin, me artistët? Me pikturën veçanërisht. Në lidhje me turizmin? Duke parë, me artëdashësit po thua, si gra me artëdar me vizitorët, duke parë artin për gratë si një, ose dhe për burrat, në përgjithësi arti, piktura, më shumë si pasion se sa si profesion. Krahasuar për shembull me pikërisht me vendet pjesëmarrëse aty. E kuptoj. Po, në fakt është e vërtet, rosh me art në ditë e sotme është shumë e vështirë pa patur një punë të dytë, apo le ta quajmë që arti kalon në vend të dytë, kalon në pasion, kalon në atë që unë thash më parë në një terapi tënde personale. Ti e bën për pasionin tënd. Ndërkohë është e kundërta në vendet e tjera. Në disa vende perëndimore patjetër që kjo gjë është. Artistët janë elita e shoqërisë, domethënë kalojmë në një tjetër nivel. Sepse promovohen, mbështeten. Patjetër që po, është nevoja, patjetër që është nevoja për të investuar edhe për hapësira se ku këta artistë ekspozohen, është nevoja për të patur muze, është nevoja për të patur galeri, qoftë edhe private, pse jo, që jo vetëm turistët, po dhe ne qytetarët vendas të kemi mundësinë që qoftë edhe një pasdite apo një fundjavë apo një moment, një kohë të lirë, të edukojmë jo vetëm veten si të por dhe fëmijën, familjen, mund të shkojmë në një galeri arti. Kjo kulturë duhet ushqyer. Po duhet parë kjo dhe nga mediat kanë përshtypjen, duke qenë se kronikat që lidhen me artin janë gjithmonë o në fund, domethënë diçka autokritik është kjo, por gjithsesi pikërisht duhet edukuar publiku me formën e artit. Tregoni pak juve si gra, çfarë ju ka dhënë arti? Okej, na ka dhënë, ta fillojmë të dyja një herë. Gjë më e bukur që u ka dhënë arti. Mirësinë, dritën që kemi inside në brendësi edhe pasionin për jetën. Arti për mua është ajo dashuria që pa të cilën nuk do e shikoja dot mënyrën se si mund të jetoja. Do më duke jeta shumë bosh, edhe duke mos pasur ëndra dhe pasione në jetë, më duket sikur nuk je duke jetuar. Kështu që dashuri në jetë ka plot të dimensioneve të ndryshme, po kjo është një dashuri të cilën as nuk më lëshon, as nuk ja lëshoj dorën. Po, sa të kemi jetë, është vërtet. Ja, tani përshojmë ca momente të tjera, regjia. Këtu është një tjetër eventit, ishte dhe eksperienca të bukura, shkua dhe aty, nga tregoni diçka për te eventit. Niki ka qenë një javë artistike, po jo vetëm, ka qenë komplet javë e mbushur me aktivitete, me organizime, këtu jemi është Anila, diku aty para Anilës jam unë, po pikërisht ishim duke vizituar segmentin që na çonte për tek piramidat mbi Gamile. E kjo ka qenë një nga eksperiencat e tjera shumë të bukura. Jo, ishte për mua eksperiencë e disajt, herë e dytë sepse kam qenë edhe në Egjipt, edhe për mua, po. Dhe për Anilën gjithashtu. Por eksperiencë e parë për piramidat, isha shumë entuziast si një fëmijë me ziprisja në fakt që ti vizitoja. Është edhe kur e shikon ato piramide dhe ti përballesh me të shkuar dhe tashmja, është si ajo drita shkëndia edhe thua, okej, para 5000 vitesh kanë qenë këto ndërtesa të mëdha, këto varrezat të mëdha për faraonët dhe mbretërit. Ama sot neve ku jemi? Ku jemi në ndërtim flas, në infrastrukturë, apo mundohemi neve, jo ti emitojmë, po të bëjmë këto gradacilat e mëdha, apo artistike më sakt, përsa i përket arkitekturës, edhe friksohesh në fakt kur shikon në ato vite që janë bërë këto ndërtesa jashtëzakonisht të mëdha dhe që ndrojnë kohës, edhe ne shikojmë për shembull nëse mund të flas. Kjo është edhe për në
në botë, jo vetëm për kene, por duke qenë se jemi në Shqipëri, po them, ne ku jemi, arkitektët ku janë këto ndërtesat moderne që ti qëndrojnë kohës që pasarësit tanë të krenohen me to. Pra ne kemi Butrintin, kemi disa pika që kanë ngelur, por do doja që edhe ne të linim gjurmët tona për sa i përket ndërtimit. Për të rikthyer pastaj tek pikturës, për të rikthyer artit që u bëni. Nuk e di kur po mendoja këtë bisedën me ju, thashtë i pyes njërë si artiste, për shembull në lidhje me ngjyrat, telajot, ato çka hidhni frymëzimin që merrni në përditshmërinë tuaj për të pikturuar. A mund të pikturohet dhimbja, thashtë i pyes njërë vajzat, a mund të pikturohet dhimbja pa e përjetuar atë? Pra kur ti nuk e ke përjetuar, po do ta pikturosh dhimbjen. Nuk mund të pikturohet. Nuk po flas për gëzimin, sa ai është frymëzim në vete. Po, patjetër, por njeriu ka një palimses në vetvete, një shtresëzim emocional. Ne qajmë, qeshim, këndojmë, bërtasim, flasim në heshtje me veten tonë, flasim me të tjerët, shkëmbejmë emocione, dhe gjitha këto janë brenda një trupi. Nëse nuk i përjeton këto emocione, nuk quhet që ti ke jetuar. Dhe njësoj me pikturën ndodh, ne ndajmë copëzat tona të shpirtit, ndjesitë tona, emocionet dhe i hedhim në tablo. Ato çfarë nuk shprehim dot me fjalë, ne i shprehim më së miri me anë të pikturës, me anë të ngjyrave. Kështu që ashtu siç mund të shprehet gëzimi, lumturia, ashtu shprehet edhe dhimbja. Ju e njihni pikturën e njëra tjetrës, për shembull nëse nuk e keni parë njëra tjetrin që këtë e ka pikturuar Anila, apo ka një kod komunikimi kjo pikturë? Patjetër që ka. Ne të gjithë kur njohim artistin, duke njohur edhe shpirtin e artistit, e njohim punën e artistit. Kjo vlen edhe tek arkitektura. Unë për shembull i dalloj kush është, sepse i njoh elementet, i di elementet. Është dora e dora, për shembull përdor disa forma gjeometrike, apo tek piktorët përdorim disa ngjyra që dallohemi. Dallohemi për ngjyrat, unë për shembull përdor 3 ngjyrat bazë, të kuqen, blun dhe të verdhën. Linda ka ngjyrën e saj të kuqen. Tani, sepse dallohen, duket shpirti i gjithë secilit, kur e njeh një artist. Nëse piktura do fliste për ju, çfarë do thoshte ajo? Se të tjerët e dim se këtu mungon dhe kritika e mirëfill, po ja lëm pikturës. Kjo është pyetje si ardh nga Egjipti, misterioze. Po, kam qenë dhe unë pak me videot tuaja. E lexova pak. Është udhëtim shpirtëror. Çfarë do thoshte piktura për ne, uroj të jetë e kënaqur mënyrën se si e trajtojmë. Pa e kënaqur do jetë Linda e kënaqur, unë s'kam për ta lënë asnjëherë. Është arti me cilën kam lindur, edhe do jem aty në studio derisa të kemi jetë, kështu që do jetë e lumtur. Do jemi bashkë. Kush ka më shumë guxim? Do ta plotësoj dhe unë pak me një fjali të vogël. Cilës gjë jepet dashuri dhe ajo nuk është e kënaqur. Edhe lules kur ti kujdesesh për të në mënyrën e duhur dhe i fal dashuri. Edhe gatimeve që konsumojmë dhe gatuajmë. Çdo gjë që jepet dashuri është e kënaqur në vetvete për aq kohë sa në fund jep rezultatin. Kështu që kur jep rezultat të mirë do të thotë që piktura. Absolutisht. Ju patjetër që jo çdo ditë është e bukur, jo çdo ditë ka moodin, le ta themi kështu në gjë. Ndodh që të pikturoni kur nuk jeni në moodin e dur, jeni më të lodhura, jeni më të stresuara. Nuk del asnjë punë tamam. Kështu që ja lini këtë periudhë ose këtë moment gjendjes tuaj shpirtërore. Të paktën në anën time unë nuk punoj. Që është frymëzuar dhe jo e lodhur. Po, duhet të jesh e frymëzuar, duhet të jesh e mbushur, sepse aty është sa me dashuri, duhet punosh me dashuri. Në të kundërt do dali një punë që as ti nuk e pëlqen. Nëse unë nuk pëlqen një punë, atëherë pse duhet ta pëlqej një person tjetër, sepse aty nuk ka emocion, nuk ka energji. Edhe sepse çdo punë lind nga ne, unë them shpesh, janë si punët e mia që kam lënë, janë si fëmijët e mi që i kam vendosur atje dhe nuk kanë kujdes. Ama puna është pjesë e jotja dhe kështu që pavarësisht të mëmësisë, është pjesë e jotja. Ti lind në çdo profesion tjetër. Po, thjesht të shtoja po diçka edhe përsa i përket se si veproj unë në gjendjet e mia emocionale, kur jam apo kur nuk jam e frymëzuar, mundohemi të gërmojmë në ato emocione e para. E kam bërë shpesh herë,
Po, duke qenë se e thash pak më parë përdora artin ndonjëherë edhe si terapi, kështu që kjo mua më vjen në momentet e mia që nuk jam në më të lumturën time ditë, e përdor dhe në ditët kur unë nuk jam, po e kërkoj brenda emocionit. Këtë ka artisti. Ti gjithmonë je në ato rrënojat e tua emocionale, duke gërmuar të nxjerrësh nga vetja shqetësimin tënd. A ka xhelozi mes dy artisteve? Ka. Ka. Si vjen ajo? Jo, midis nesh nuk është kjo, nuk ekziston. Në çdo fushë besoj që xhelozit janë. Unë nuk do ta quaja xhelozi, është ambicie. Është ambicie, ato çfarë kërkon nga vetja. Unë mendoj që gjithsecili nga ne është i veçantë në mënyrën e tij, nuk ka rrugë për xhelozi, të paktën mes nesh apo edhe mes artistëve që i njohim. Unë mendoj që persona që janë xheloz nuk ndjehen të vlerësuar me veten e tyre, nuk ndjehen të plotësuar me sakt, edhe kjo i çon në xhelozi, për aq kohë sa ke krimtari, për aq kohë sa je e vetëdijshme çfarë po bën dhe je në themi krenare për rrugën që ke bërë deri më tani, nuk ka xhelozi, ti thjesht puno, trego veten, edhe tregu është i hapur, ka vend për të gjithë artistët, janë artëdashtit ato që vendosin ndonjëherë ose në shumë të rasteve që kush është një artist i mirë apo jo. E qartë, për arti në fakt nuk është shumë personal. Kjo që thot Nila është idealja, ashtu siç duhet të jetë, sepse arti duhet të jetë më sensibilizues. Por në fakt kalon në aspekte personale, sepse këtu fillon ambicia, fillon konkurenca, në art duhet të jesh gjithmonë on top, duhet të jesh në maja, sepse aty këtu midis është sikur të mos vjesh re, prandaj është kjo... Këtu ka më shumë vështirësi, sepse është vetë lloji i këtij profesioni që e bën të tillë. Unë ju uroj shumë suksese, faleminderit për bisedën e ngrohtë, edhe lart e më lart. Faleminderit shumë në eventet të tjera të bukura. Faleminderit shumë Nila dhe Linda. Faleminderit dhe juve për vëmendjen tuaj. Kalofshi një ditë të bukur. Ne mbyllim këtu Rezën për sot. Mirupafshim.